si për sportet ujore, dhe amfiteatri i parkut. Pas ka vu dhe Rosa. Jo integra. A di pse është qetësia këtu kryeministër? Me që se ka qetësi në mbush plot. Por ambientet sportive që shep këtu kryeministër janë e njëjta edhe nga pjesa pasuqani. Sepse parku kufizohet me bathorin dhe pasuqanin, që afron rreth 152.000 banorë flas që i shërben ky park dhe i njëjti ambient me voleibol, me basketbol, me tenis, me kalqeto, është dhe pjesa e pasuqanit apo jo ta në ndej. Dhe shumë nga afër dhe molin. Pedonalja i gjitha rreth e përqarko 5.2 km. Vlera e pronës kryeministër këtu ka vajtur se imagjinon njëri me minimumi 4-5 fish. Pjesën lartë, pjesën private, kemi menduar vetëm 2 dhe 3 katë ndërtim, kjo zonë këtu. Dhe kemi pas goxha kërkesa, ku të ndërtohet gjitha zonë me vila. Si jeni? Shëndetje komandant. Respekte, si jeni? Mirë. Dhe ka një kërkesë të jashtëzakonshme sepse ai që thash, mbështetja juaj ka qenë jashtëzakonshme nga dita parë që kam qenë në Bashkinë e Kamzës. Tani është dimër, po shumë plot me njerëz. Ua, dje isha nga ora 12, o zot, madje të rinë të fëmijë duke lozur mua. O kryetar, me emër thirrën, ora ekip ta kurt. O kipe. Po, tash kur të bëni ftesën ju do vi të bëjmë një ndeshje. Është Bashkia e Kamzës pas Tiranës dhe Durrësit ka më shumë të ri kryeministër. 20.000, kemi vetëm fëmijë nga klasa parë në 12. Keni dhe skuadrat më të mira të shkollave ju. Është e vërtet. Është e vërtet. Basketbol, voleibol, në sa jeni kampion? Në tre. 3 nga 4. Po. Dhe investimin që kemi bërë më të mirë që na ke bërë, dhe mendoj që ka ardhur koha për të investuar tek njerëzit, sepse tani infrastruktura për me drejtimin e vetë në gjithë Shqipërinë, jo vetëm në Kamës, ne kemi investuar shumë në Qerdhe dhe në Kopshtë, kemi 5.700 fëmijë në Qerdhe dhe në Kopshtë kryeministër, dhe mendoj që investimi më i bukur, pavarësisht takimi jo sot është për tjetër punë, por gjithsesi pse mos flasim se janë tërësi gjëra që është dora juaj, mbështetje dhe vullneti patjetër. Do është bërë, nuk e di se vinë dje, më energji të jashtëzakonshme, se fillova nga e para, nga guri i parë dhe ke funit. Po janë rrit. Po, patjetër, po. Po viti 3, po, goxha. Qajri ka, ajri pasër. Ju moli? Po. Aty është amfiteatri. Aty është amfiteatri, kryeministër. Amfiteatri përdoret? Verës kemi bërë aktivitete. Ua, 1.000 veta. Ndarë këtu është, kemi mbi 2-3.000, manë njerëz ndarë. Ua, se imagjinon do. Tani duhet patjetër me gjithë mënyrë me promovu këto kanoat. Është super sport. Do të bësh një bashkë me FSHN mund ta bëni një edicion të parë për promodimin e kanoave. Edhe krijoni një bazë këtu kanoe që ti marrin të Shaqësie. E këtu është rrinë natë. Të rrinë, papa. Papa, plot, papa. Plot. Super. Vazhdon puna intensive për një transformim që nuk ndalet. Edhe ky park është duke nisur të marrë një formë që mjafton të imagjinosh se si do të rritet kurora e pemëve në disa vite që vinë për të kuptuar që
falë Kryetarët të Bashkisë, me mbështetjen e Fondit Shqiptar të Zhvillimit, një aset gjelbër i paqëpueshëm i jepet kryeqytetit nga Kamza. Nga Kamza. Si u kemi qartë. Faleminderit. Dhe kur sheh këtë transformim, të vjen keq se si koditën edhe u vlerësuan në të kaluarën asete po kaq të vlefshme si liçeni Farkës apo liçeni Prapë, përpara se sa ato territore të mund të futeshin në një administrim racional. Gjithsesi, mësojmë nga Kamza dhe ecim në shëmbullin e Kamzës. Andaj. Okej, ky ishte inspektimi në liçenin e Paskuqanit.